Maqedonia ka bërë shumë punë dhe për këtë arsye duhet të qëndroni në atë rrugë. Procesi i pranimit është më shumë një maraton se sa një sprint. Është një proces i vështirë që ndonjëherë mund të jetë frustrues, siç ka ndodhur me të gjithë kandidatët e mëparshëm. Por të gjithë e arritën qëllimin. Sigurisht që edhe ju do të arrini qëllimin, por me vendosmërinë, punën e palodhur dhe bashkëpunimin tuaj. Në fund do të keni sukses duke ka përcyer pengesat, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Hristian Mickoski. Costa theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian është investimi më i mirë strategjik në paqe dhe stabilitet që të gjithë mund ta bëjmë. Ai përshëndeti punën e qeverisë në agjendën e reformave dhe progresin që është arritur tashmë, duke theksuar se e ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian. E inkurajoi kryeministrin të investojë përpjekjet e tij për të mundësuar përparim të mëtejshëm. Mund të mbështeteni tek ne, BE-ja, sepse jemi në dispozicionin tuaj të gatshëm të përfitojmë nga kjo dinamik. Është thelbësore të vazhdohen reformat dhe të investohet në sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Gjithashtu dua të respektoj pajtueshmërinë tuaj me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurt, theksoi Costa. Kryeministri Mickoski nga ana e tij theksoi se angazhimi ynë ndaj procesit të Bashkimit Evropian do të forcohet në procesin e ardhshëm dhe se do të zhbllokojmë rrugën evropiane me dinjitet. Angazhimi ynë ndaj procesit të BE-s do të forcohet në procesin që vjon, sepse ne besojmë se e ardhmja jon qëndron në familjen evropiane, siç tha presidenti Costa. Rruga drejt BE-s është frustruese, por qytetarët e këtij vendi kanë ecur në rrugën më të vështirë. Shpresoj që në periudhën që vjon, së bashku do ta zhbllokojmë këtë proces me dinjitet, sepse nga vlerat thelbësore evropiane është pikërisht dinjiteti, theksoi Mickoski.